e korrikut kalum. Faleminderit për mundësinë që na jepet tash më vazhdu në mënyrë të ligjshme. Ka 20 vjet që jetoj rrugash, e kam banuar, më thon bashkë me nusën time e kam thuj, më u kthy. Nga e ke nusën? Ukrainëse, jetoj në Angli për shumë vitesh. Tash e kam banuar, më thon, me këtë mundësi që po na jepet në mënyrë të ligjshme, me vazhdu përpara. Mas çdo të keqe të kohë të mirë, më thon edhe un jam plotësisht optimist, më u kthy në vendimin edhe me ecë përpara në mënyrë të ligjshme, me nëtesa si i përshtatën karakterit zonës Thethet Shalës Dukagjinit. Shumë faleminderit për këtë. Fran, thot një shprehje, koka bën, koka pson, po tut pa kokën ty, unë them që koka e fort bëhet edhe më e fort kur e pson, kështu që ti në rregull je, tash ti do të mbështesim me gjithë zemër që të bësh diçka fantastike. Nejse, më vjen keq më vjen keq, sinqerisht, unë kam pas në atë periudhë, siç mund ta merrni me mend, nuk e di nga Frani, po kam pas mesazhe plot nga ata që u turrën për të hedh llaçe e gur këtu, që ne djersa e kjo ajo. Tani, këtu çështja është shumë e thjeshtë, miqtë e mi. Juve jeni të bekum që keni fatin të jeni trashëgimtar të kësaj zone. Sepse është zona, është magjia e gjithë këtyre maleve, është historia e zonës që juve ju bën ta nisni një sipërmarrje turistike si me nis një neshje 13-0. Por nga ana tjetër duhet jeni shumë të vetëdijshëm që po u prish magjia e kësaj, nuk ka më mundësi që juve të keni perspektivën që do të keni duke e ruajtur këtë magji. Dhe magjinë e kësaj e prish pikërisht zhvillimi i pakontrolluar, duket sikur qa po bëj me ja, po bëj një shtëpi guri, po bëj një këtu, një atje, në mënyrë të pakontrolluar, prishet magjia. Unë po ju them pa asnjë diskutim, nëse ne nuk do kishim ndërhy, dhe nëse nuk do kishim shëruar me shpejtësi atë plagën mund zemër, që ju mori të gjithë dhe ju, po nuk ja mori vetëm ju, ja mori fytyrës së Thethit, që është fytyra e maleve të Shqipërisë në gjithë faqet e botës, magjin, atëherë të jeni të sigurt që do të binte numri i atyre që do interesoheshin për Thethin. Sa turist keni pa, unë kam pa fotografi për vete, po sa keni pa ju që shkojnë ulen nga ajo fusha dhe rrinë aty me orë dhe rrinë, sepse është magjike. Pra duhet ju të jeni veç në sipërmarrje dhe të jeni bashk në produkt. Produkti juaj nuk është thjesht dhe vetëm kulla që do bëj Mariani me vëllezërit. Produkti juaj është Thethi. Ju nuk shisni kullën, ju shisni Thethin, gjithë bashkë. Dhe për këtë arsye, duhet jeni shumë solidar. Ju duhet jeni si korsikanët, miqtë e mi. Nuk ndërton dot në Korsik. Nuk ka shans. Ndërkohë që në vendet tjera të Bregdetit Francës ndërtohet pa leje akoma sot. Ka raste. Në Itali, korsikanët e din shumë mirë. Ata shesin Korsikën, nuk shesin thjesht hotelin e vet. Po tjetë Korsika rrëmuj, nuk vjen njeri ke hoteli. Dhe synimi me këto projekte dhe me këtë ngritje është me rrit të ardhurat. Ju e keni nis me një turizëm për bukën e gojës, keni rrit në një turizëm për mirëqenien familjare, duhet shkoni në një turizëm për pasuri. Zvicrën e vogël, ju e keni këtu vetëm në durët tuaja. Mundësin që këtu të shkohet
në një turizëm luksi, paralelisht me ata të tjerë, se do vinë dhe ata të tjerë. E keni këtu, ato plisat që kthehen në vila, që i quhen ose shtëpi, ato janë luks. Është eksperiencë. Nuk është thjesht hajde se po futem në një shtëpi po flej. Po është eksperiencë. Por ti je i sigurt që me investimin që do bësh tani, ti do ta rikuperosh atë humbje dhe do jetë dalësh shumë më i fituar mbrapa se sa po të kishe atë që nise. Kuturo atje. Sepse tani do bësh një projekt, do jetë dhe AZT-ja që do të ndihmojë, do jenë dhe arkitekt që do ndihmojnë, edhe në fund ti do dalësh me një diçka që është vlerë, dhe njerëzit do vinë, do thonë, do rinë, do mendojnë, është e zënë këtu, është e zënë atje, të shkojmë këtu, të shkojmë atje. Dhe për këtë arsye, ajo ishte vetmja gjë që mund të bëjë. Nuk ishte çështja, dhe plus kësaj, s'kishte lidhje me atë që unë thash. I kemi qëndruar fiks fjalës, kemi legalizu, dhe nuk e di a ka mbet akoma, po kemi legalizu të vjetrat, ato që ishin ekzistuese. Pa tjetër, ato edhe në fjalë, që ti themi. Se të vish ti thush tash ti e ke ndërtu hotelin atje, Fatmir, por je në zonë të mbrojtur, ne do ta prishim, se në zonë të mbrojtur nuk lejohet ndërtimi. Fatmiri thot, po mirë, po kur unë isha këtu vetëm me ujkun, edhe për të çuar smurin në spital duhet i lutesha Zotit se rruga ishte nga bora, ku ishe ti me zonën tate të mbrojtur? Kështu që zakoni dhe ligji e donte që ato të legalizoheshin. Tani nuk ka më këtu. Tani është plotësisht mund të bëjmë 3 muaj. 3 muaj. Çfarë janë 3 muaj? Do ketë një faqe, ka një faqe tani më digjitale për paketën e maleve, do pasurohet edhe me këto që flasim, edhe me projektet, do jetë një aty tek faqja, do jetë një adresë direkte, që sot do jetë një adresë direkte për të interesu tek AZT-ja, për të interesu tek hipoteka, për të interesu tek zyra e ministrit, për çfarë, ku ke ngec, çfarë duhet me bë, po këtë letrën, po atë letrën, si ta marrë, etj. Të gjitha këto do bëhen. Tani unë duhet të pyes nëse ka pyetje të tjera. Nëse ka në një tjetër të tritorit që do me fut në i të shame, se në këtë jetën që po jetojmë tashi nuk rrihet pa të shame. Mu më shajnë gjithë ditën, gjanëm. Nuk është se më ka marrë malli, po s'ka problem. Kush do fjallën ta marri edhe në i të shame, se do na marrin mësysh pëse. Na kesha vjetë kartë dhe në majturës, nuk më shatë do të moda një, tani, po mirë regu, që ka ide mirë kjo. Ata që shajnë të më dhënë vjej moment që të duhen, prapë. Unë jam Kristian Gurra, banor i Thesit, ideal i ri, i cili ja kam nisë qysh fëmijë turizmit, me kamping kur s'kom pas bujtin. Edhe vit pas vitit kena investu, jena munu, qishtë të ati mua përpora prej në zero kur o kanë vështirë. Mu vitin e kalum, fakt më ka zanë rreziku, si i thonë, me nërtesën, se çdo vit jena kanë nërtim e sipër, se ne vim me familje, le të themi e varfër, kena investu, punu, tonë. Vitin e kalum ka zanë rreziku me shtëpinë o shem krejt. Dhe unë kam gjetë të problemi që ne kena marrë kredina. Kena lanë edhe shtëpinë si kena pas, baba jem ka punu ton jetën me ba shtëpinë Shkodër, e kam lanë peng. Edhe atë, për me marrë kredi me investu këtu. Gjoba është bu 100 milion. Kredi kam 100 milion. Tana këto, si theti ma për para rruga, drita, uj, çdo gjanë si o kënë problem, për mu sa është kënë problem, se e kum pas fit me vetin, deri vitin e kalum, qysh mu ka pri shtëpia, një aty është kënë problemi maj madhe ma, si s'kam dit ka me lanë ma. S'kam ditë si me lanë zilje. Një është kënë një vetëmi moment që u kom menu me thanë u dërzova, sepse nuk kam mujt me lanë zgjidhje. Janë kënë
kredina, borxhe. Aktualisht çfarë keti tani? Çfarë bën tani? Aktualisht kam një bujtin, Po. cilën e kam me 16 lloma. E ke? Po. Vitin e kalum më ka prish një godin e cila jam kanë të zhvillu hap pas hapi, si po thoja, ti ke pro rrugën mu më ka dasht me ba një turizëm për dimën, me spa, me gjana, me sene, jo ma loma, sepse ne nuk kena kapacitet me përballu ma, se jena biznes familjar, s'mun në ma. Tani, Po. të them se ku dhe si të ndimon ty edhe paketa maleve, po edhe një program tjetër që duhet ta keni parasysh gjithë, se unë nuk fola për të, që është hapur për para pak ditësh, më në fund, që quhet Dyfisho Sipërmarrjen. Spari, nëse ti do duash të zhvillosh më tutje pronën, do të djegësh paketën e maleve si Mariani, si tjetri. Duke qenë se ti ke problemin tjetër që lidhet me borxhet, domethënë që lidhet me nevojën që ti të kesh fitim të mjaftueshëm për të qenë në gjendje të lash edhe kredit, ti do aplikosh në programin Dyfisho Sipërmarrjen, i cili është një program që të jep kredi me interes të ulët dhe të jep 70% garanci nga shteti dhe të jep 10 vjet periudhë të lehtësuar. Dhe duke i bashku këto bashk, pa tjetër që do dalësh me sukses. Kështu që ne jemi në dispozicion, unë personalisht jam në dispozicion, në rast se është nevojë